po ashtu shtrirja në rrjetit të kanalizimeve dhe rregullimin e disa kolektorëve biologjik, ndërtimi i 2 qerdheve. Tashmë dihet se Komuna Klinës me buxhetin që ka për investimet kapitale, ne si subjekt politik me marrjen e mandatit qeverisës do të fillojmë me infrastrukturë rrugore, pjesët e cilat kanë mbetur pa rregulluar, të rregulluar, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e këtyre rrugëve ka nevojë për mirëmbajtjen e tyre. Po ashtu shtrirja në rrjetit të kanalizimeve dhe rregullimin e disa kolektorëve biologjik, për të cilët është mase e domosdoshme për arsye se janë duke u derdhur nëpër fusha. Ndërtimi i shkollës Motra Çerjazi në komunën e Klinës, ndërtimi i 2 qerdheve, një në Sverk dhe një në Glarev, si dhe funksionalizimi i qerdhës, që është tash ura Haxhis, e cila ka mbetur nën ujë dhe nuk është funksionalizuar që sa vite. Rregullimi i stratit të lumeve ka një rëndësi shumë të veçantë, duke pasur parasysh se do të fillojmë nga pjesa e Mirushës dhe pjesa e Teguri Zi, për arsye se për çdo vit kur ka rreshte të mëdha të shirave, ato lokalet për rreth për mbytën. Po ashtu rregullimin e disa palestra sportive që janë në ato shkolla të mëdha ku do të shfrytëzohen edhe nxënësit, mësimdhënësit po dhe qytetarët, si dhe rregullimin e terreneve sportive me tepe gome nëpër shkolla. Funksionalizimin e qendrës rinore, një qendër rinore që është nisur qysh mandatin tim dhe nuk ka gjetë mbështetje edhe sot e kësaj dite. Kështu që do të fillojmë të implementojmë të gjitha projektet duke përfshi edhe ndryshimin e të gjitha fshatrave të cilat janë pa umbuluar.